Projekti Stitch the Bridge ka qenë në partneritet me një organizat nga Serbia, nga Bujanoce, NGO The Future, edhe prej tyne e kemi marrë paka shumë informatat e njëjta, sepse gjendja nuk është shumë ndryshe prej asaj që është në Kosovë, edhe jemi mundu që edhe pse projekti qëllimi ka pas artin edhe kulturën, e kemi pa si problem edhe si të nevojshme që me indihmu edhe këto nana të cilat ka nevoj, edhe kemi bo produkte gjatë 3-4 ditë të cilat kemi pas punëtëri. Mirë po ne kemi hap edhe një thirrje publike, kur i kemi publiku punimet tona edhe idejnë e projektit në rrjetet tona sociale, kemi pa që njerëzve ju ka interesu edhe kanë shprej vullnet që me ndihmu në një form apo në një form tjetër. Edhe mandej tu e po këto, rrjedhimisht e kemi hap një thirrje, e cila vazhdon të jetë e hapur gjatë gjithë muajit prill, edhe në shfrytëzoj rastin me ju bo ftesë kushdo që don me ju ndihmu nanave vetë ushqyese në çfarë do forme, qoftë donacion i çfarë do forme që është ai, ose ne kemi nisë për me dhuru punime të punuara me dorë, e mandaj ato me shku në për këto organizata që punojnë me këtë grup. Nuk do me thonë që ajo është një vlerë shumë e madhe monetare, mirë po si ide ka qenë shumë e ngrohtë, edhe janë punë taman që është bërë prej trinëve, prej një grupit e cilit e kemi shfrytzu që edhe me ngrit vedijen e tyne për që çështja, edhe kemi mendu që del një bashkëpunim i mirë, edhe për krahës nga një grup i tillë. Po sa nënave të ushqyese, qofshin në Kosovë apo edhe në Serbi ashtu që keni planifikuar, synone që të ndihmoni për gjatë këtij aktiviteti, gjatë këtij programi? Për shkak se gjatë punëtorisë ka qenë e shkurtër në ditë, sigurisht që varet krejt edhe prej financave të cilave kemi pas, kemi mri me bo produkte, mirë po na kanë ndihmu edhe njerëz të tjerë. Na i kemi angazhu edhe nana tona, edhe gjyshe tona, edhe këndo tjetër që ka dasht me ndihmu, i kemi angazhu që me bo produkte në mënyrë që me pas sa ma shumë, edhe me ju ndihmu sa ma shumë nanave. Çka kemi mendu edhe planifiku me bo, është me bashkëpunu pikërisht me këto organizata që punojnë me nanat vetë ushqyese, edhe ata e din ma mirë kush ka nevojë ma shumë, edhe ku duhet tamam me i dërgu ato. Në këtë mënyrë po e bojna edhe po e rrisëm ndikimin e projektit, edhe po e bojmë një bashkëpunim jo të drejt për drejt vetëm lapsi ose organizata The Future me këtë grup, po i përfshim edhe organizatat e tjera. Si është pritë si projekt kur duke marrë parasysh që janë të përfshira edhe nënat vetë ushqyese nga Serbia dhe këto nga Kosova, po besoj ka pas reagim dhe çfarë reagime kanë qenë? Besoj që kanë qenë shqiptare me që nga Bujanoci, apo... Jo, kemi pas edhe Serbë. Në fakt, qëllimi ka qenë me konë Serbë prej Serbis, ose Serbë prej Kosovës, edhe shqiptar prej Kosovës, ose shqiptar prej Serbis. Qëllimi i projektit primar ka qenë që me rritë bashkëpunimin mes këtyne dy komuniteteve. Mirë po kur e kemi qitë thirrjen, asna nuk e kemi pritë që ka me pas qatë shumë interesem edhe qatë shumë aplikime. E kemi pas një numër shumë të madh të aplikimeve. Nuk e di a ka qenë për shkak edhe të idesë së projektit, a ka qenë atraktive, se ka qenë pundore, a ka qenë edhe pikërisht kjo që po e flasim qëllimi për me ju ndihmu nanave vetë ushqyese, vetë se e kemi pas një interesim shumë të madh. Fatkeqësisht numrin e kemi pas të kufizum, edhe kanë qenë 6 pjesëmarrës nga Serbia edhe 6 pjesëmarrës nga Kosova. Mirë po kemi mri që me i prejkë që ato objektivat edhe qëllimet e projektit të cilat i kemi pas. Për pas